U promovua në Pogradec botimi monografik Vërçunin vizionin e kohërave, me autor mjekun pogradecar Refki Pere, një libër ky me rëndësi të madhe njohëse, i cili i bën një pasqyrë të gjerë historike, fshatit të tij të lindjes, fiseve dhe trashëgimisë kulturore të Vërçunit. Ky botim përbën një pasuri për komunitetin dhe është një dëshmi e ruajtjes së identitetit dhe historisë sonë lokale ndër breza. Të ftuarit përgëzuan autorin për punën e tij të çmuar kërkimore dhe faktike njerëzi, për nisma të tilla, botimesh që forcojnë lidhjet me vendlindjen, historinë dhe traditat e zonës sonë. Ky është një rast i cili na tërheq vëmendjen të gjithëve ne, që të jemi sa pranë vendlindjes, njerëzve tanë, banorëve tanë, të dashurve tanë, dhe po ashtu të vazhdojmë ta çojmë përpara për atë traditë apo ato çka përcjell vendlindja jonë tek brezat e ardhshëm, ashtu si ka bërë doktorin përmjet këtij libri. Së vitet ishte rradha të flasin gorarët. Unë me origjinë të hershme, jam nga Prenishti, kështu që ndihem shumë krenare që jam pjesë e librit edhe të fshatit tim të origjinës. Është vërtet një punë voluminoze e cila vlen jo vetëm për të lavdëruar, por mendoj që është një shembull frymëzimi për të gjithë ata të cilët banojnë dhe në fshatrat e tjerë të krajinës së Pogradecit, për të na dhuruar një libër me kaq vlerë. Në rastin ku janë dhe përshëndetjet më të përzemërta në emër të kryetarit të bashkisë zoti Ilir Gjakolli, duke uruar suksese për këtë aktivitet kaq të rëndësishëm, jo vetëm për ju, por për gjithë bashkinë Pogradec. Sot ne shikojmë një doktor Refki tjetër, një shkrimtar që bën krenar jo vetëm Vërçunin, por na bën krenar të gjithë gorarët me librin që ai ka bërë. Pse? Sepse aty nuk evidentohen vetëm vlerat e Vërçunit, por në thelb aty janë vlerat e gjithë Gorës. Një dokumentar për mjekun Refki Pere dhe një mini koncert folklorik shoqëruan promovimin e këtij libri të ri.